وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا Gjdo kryes që në botë iman, gjdo gjallës që ekziston, gjdo gjë që jetën shijon, ja Allah të madhëron. Edhe dita kur gjallëron, edhe nata kur mbulon, edhe yjet kur ndriqojnë, ja Allah të madhëron. Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أذنون يكرنون زار إذا ماني كرجال برون ذبين بيني كركندون يا الله تماضرون إذا تشيلي كرجمان ذرو فيا كربيتون إذا شيو كربيكون يا الله تماضرون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا Edhe peshit sallojan, sa kanë dete oqean, dhe insekte me milion, ja Allah të madhërojnë. Ty gjdo gjën shprej madhërim, përveç sa njerëzit sa gjim, shumë prej tyre jo nuk din, dhe zojti ja rahim. Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا Gjdo kryes që në botë iman, gjdo gjallës që ekziston, gjdo gjë që jetën shijon, ja Allah të madhëron. Edhe dita kur gjallëron, edhe nata kur mbulon, edhe yjet kur ndriqojnë, ja Allah të madhëron. Allahu akbar kabira والحمد
وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أذنون يكرنون زار إذا ماني كرجال برون ذبين بيني كركندون يا الله تماضرون إذا تشيلي كرجمون ذرفيا كربتون إذا شي كربيكون يا الله تماضرون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا Edhe peshit salojan sa kanë dete oqean dhe insekte me milion ja Allah të madhërojnë Ty çdo gjë shpreh madhërim përveç sa njerëzit sa gjin shumë prej الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
Selam. Hocam, size Emin. Biraz da tutsi, hoşçakalın. Tim başmen, tamam, sakin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأزواج وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Falënderimet dhe lavdërimi takon vetëm Allahu Gjeleshanuhu, I cili na dhalloi dhe stërvisi me mendje dhe bukuri, ndërsa paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhamedit alayhis salam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë pasuesit e tij. I nderuar mufti Dr. Qemal Efendi Ismaili me shoqëruesit e tij, të nderuar prindër dhe ju të pranishëm, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dhe gjithashtu ju dëshiroj mirëseardhje në ditën më të bukur dhe më të lumtur të jetës tonë. Ne jemi gjenerata e dytë që ndoqëm mësimën të hoxhës i nderuar Uthman Abdullahi. Gjenerata jonë numëron 15 nxënës. Jemi të lumtur që sot kurrizojmë manifestimin e hatmës tonë, ku pas një periudhe 2 vjeçare arritëm të mësojmë leximin e Kuranit dhe njohuritë elementare të Islamit. Në emrin tim dhe të nxënësve dhe të gjithë atyre që ndjekin mësimin në mekteb, I falenderojmë prindërit e në veçantë hoxhën tonë, që na kanë motivuar për të ndjekur mësimin në mektebin e xhamisë Haxhi Sabri. Lutë Allahun që të kalojmë çastet e bukura me programin e tij. Zulera Ismaili, cilët janë shartët e muslimanit? Shartët e muslimanit janë 33 dhe ato janë 6 e imanit, 5 e islamit, 4 të adesit, 3 e guslit, 3 e temumit dhe 3 e namazit. Shahadeti, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Unë besoj me zemër dhe deklaroj me gjuhë se nuk ka zot tjetër pas Allahut, dhe se Muhamedi alayhis salam është rob njeri i Zotit dhe I dërguari I Tij. Muslimani nuk I përkullet dhe nuk I dëshohet as nuk përveç Allahut I lartësuar, nuk bën mbiçim marrë me Allahut I lartësuar, I lidhet zemra për përmendjet e Allahut I lartësuar.
Munafiku të Allah me Allahun e lartësuar dhe me besimtarët, nuk ka frikë nga Allah i lartësuar, doni se falë namaz për përfitime personale. Mihone Suati, çka do të thotë iman? Iman do të përgjigje me mendje, besim me zemër, shpreh me kohë veprima sa që beson. Ishte iman tonë, ama të bila beson Allah, me lejetin në ligë të tij, me kutubin e librit të tij, me rasulin në të tërë të tij, me liman ahirin në të tërë fund ahirit, me bil qadri, ahirin me shërimin Allah e taala në të përcaktimin e tij, se të dëshmon të ndek në përcaktimin e Allah të lartësuar. Sumej Ibrahimi, cilit janë cilësitë e Allahut? Cilësitë e Allahut janë 14 ato ndahen në dy grupe. Sifati dhatiye, sifati dhëbërtije, sifati dhatiye janë vërgjut Allah në stopë, kite Allah e më shëpafi, beka Allah e më shëpavari, vada një Allah të një, majhë këtë një havati Allah të njërësku, kja më minë se Allah e të vetu, hajat Allah të gjallë, him Allah të gjishka, sen Allah të gjallë gjishka, besa Allah u shetë gjishka, ikhrat Allah u me të një vetë gjishka, kudre Allah ka fëgjit e bafundor, kella Allah u fërme të fërme të hyjnarë, tekmin Allah të një përbinë valë në shdu që të në kone të tuar. Sara Metoska, çka janë melekët? Melekët janë cilët të patueshme të krijuar nga Krita, asnjëherë nuk bëjnë por me kënaqësinë e njeriut të rrezikshëm të Allahut i lartësuar. Melekët nuk kanë gjeni, nuk kundërshtojnë kundërën e krijuesit. As nuk bezisen, po vetë bezatan kundër atij që është në organizëm si njerëzit. Melekët kryesor janë Xhibrili, Mikail, Israfil, Azrail, të tjerë të ekzistojnë, nuk i dhe një kiram katimi. Anifa e Redini, cilët janë librat kryesorë dhe ku t'i shpallë? Librat e Allahut janë shpallë, librat që përmesin e këtë Xhibrili e Allahut në mësuar, uaciet të gjithë pejgamberëve e përmes pejgamberëve mësuar njerëzve. Librat që shpallë Musa alayhis salam, Zaburi shpallë Davud alayhis salam, Injili shpallë Isa alayhis salam, dhe Kurani shpallë Muhamedit alayhis salam. Platushkat janë 100, ndërsa e shpallë këtyre pejgamberëve. Ademit alayhis salam po shpallë platushka, Shitit alayhis salam po shpallë platushka, Idrisit alayhis salam po shpallë platushka, dhe Ibrahimit alayhis salam po shpallë platushka. Isra Xhelili, sa pejgamber përmenden në Kur'an dhe kush janë ata? Pejgamberët që përmenden në Kur'an ata janë Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Ismail, Isa, Lut, Jakub, Yusuf, Shuaib, Musa, Harun, Davud, Suleiman, Eyüp, Yunus, Ilyas, Elisa, Zulkifli, Zekeriya, Yahya, Isa dhe Muhammed alayhis salam. Tre të tjerë, Uzeri, Luqman dhe Dhul-Karemi. Pejgamberët që quhen ulul azmi ato janë Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dhe Muhammed alayhis salam. Cilësitë e pejgamberëve janë sjellje të drejtë dhe të sinqertë, emanet të besueshëm, fetanet të mençur dhe të zgjuar, ismet të pagabueshëm, teplik, kundës të shpalljeve. Esra Muharremi, çka është Islami? Islami është emri i fesë së vërtetë, në të cilën Allahu i lartësuar ka shpallë të gjithë pejgamberëve e përmes tyre për çdo njerëzve. Islami në mëson se ekziston vetëm një Allahu i vetëm, i cili krijon çdo gjë meritë dhe rrezullon çdo gjë në kohë të caktuar. Po është ekziston bota materiale apo bota shpirtërore, në të cilën besimtarët apo njerëzit muslimanë duhet të kujdesen për të dy botën, ndërsa kushtet e Islamit janë shahadeti, namazi, agjerimi, zakati dhe haxhi. Xhela Muharremi, cilët janë burimet e fesë islame? Burimet kryesor të rregullave fetare janë Kurani, Suneti, Ixhmai dhe Kiasi. Kurani është libri i fundit i shpallur prej Allahut të lartësuar. Ky libër i nënor nëpërmjet Muhamedit alayhis salam ka shpallur të tërë botës, pa përjashtim vendi, populli, gjuhë, koha, raca, gjenia apo mosha. Suneti është burimi i të madhërisë e udhëtimit islame. Fjala sunet përmend tërësinë e fjalëve të Muhamedit alayhis salam. Ixhmai është mendimi apo pejtëshmëria e ditëtarëve muslimane të një kohe, që merret nuk është shpjeguar. Kiasi është metodë krahasuese që shërben për të nxjerrë konkluzion. Arifa e Redini, kush janë normat juridike fetare? Normat juridike fetare janë farz, vajib, sunnet, mustahab, mubah, mekruh, haram, mufsid. Farz janë veprimet që Allahu i lartësuar i ka urdhëruar për të kryer, si për shembull falja kohëve të namazit, agjerimi Ramazanit dhe një zakatit, kryerja e haxhit. Farzët janë në dy grupe, farza dhe farz-kifaje. Farza është urdhri i Allahut i cili duhet të kryhet nga çdo musliman i moshës madhore, si për shembull falja kohëve të namazit dhe agjerimi Ramazanit. Farz-kifaje është urdhri i Allahut i cili nëse kryhet nga disa musliman, atëherë të tjerë të cejnë të lirë nga përgjegjësia. Vajibi janë ditët të adhurimit që janë të detyruara pa argumente vetar. Suneti janë praktikat e fetare që Muhamedi alayhis salam i ka kryer dhe
ka porositë të veprime. Suneti ndahet në dy grupe, suneti i fortë dhe suneti jo i fortë. Suneti i fortë përfshin ata veprime që Muhamedi alayhis salam i ka praktikuar dhe radhë i ka lënë pa e kryer. Suneti jo i fortë përfshin ata veprime që Muhamedi alayhis salam i ka kryer dhe në kapacitet të rëti veprime. Mësave janë udhërimet të cilat janë të përkryera dhe vëllën nga drejtësia e fesë islame. Bëhen e sjelljes apo veprimet të cilat janë të lejuara në dëshirën e njeriut. Gruaja në veprimet të cilat janë të ketuara dhe të papërkryera në fenë islame. Gruaja ndahet në dy grupe, në grup të harime për të nësien. Në grup të harime janë veprimet të cilat janë afër haramit dhe janë të ndaluara në fenë islame. Në grup të nësien janë veprimet që edhe pse janë në kategorinë e haramit. Harama janë veprimet të cilat ndahen edhe rrethësisht në fenë tonë, ose janë veprimet të cilat prishin adhurimin fetar. Ermina Rexhepi, çka është pastërtia dhe si ndodhet? Feja islame është feja e pastërtisë, madje pastërtia është bazë e kushtit të adhurimeve. Pastërtia ndahet në dy lloje grupesh. Pastërtia është dhe pastërtia e brendshme. Pastërtia është është pastërti fizike që kërcen në pastërtinë e trupit, rrobave dhe mjedisit ku jetojmë. Pastërtia e brendshme lidhet me pastërtinë e zemrës, ndjenjave dhe mendimeve tona. Ensar Demiri, çka është abdesi? Abdesi është pastrimi i veçantë më të pastër. Me abdes mund të falë namaz, mund të lexojmë Kur'anin gjerë. Farzat e abdesit janë: lara e fytyrës, lara e krave deri mbi borila, fërkimi i kokës mes dhe lara e këmbëve deri mbi lië. Abdesin e prish, kryen nevojë fiziologjike, nxjerrja e gadrave, dalja e gjakut ose qelbi në një pjesë të trupit, të qesli me zonë namaz, të fjeturit, harivanos ose të fikurit, të vjedhit me gojë plot. Sakludhër është personi që ka shqetësime shëndetësore dhe mund të mban abdesin. Besnik Ramoni, çka është gusli dhe tejmumi? Kushtet është pasimi fetare që i përdoren në rastet e veçanta të muslimanëve dhe meshkëve dhe femrave. Farzat e guslit janë: larja goxh gargaga, larja unë istinsak, larja të trupit. Tejmumi është pastrim simbolik me dhe të pastër tokë. Farzat e tejmumit janë: bëra njetin, prekja me duar dhe në pasën dhe fërkimi i fytyrës, prekja me duar dhe në pasën dhe fërkimi i krave dhe në birbyrë. Kurtish Demiri, trego për namazin. Namazi është shtilla kryesore dhe bazamenti e fesë islame. Namazi është bërë farz në natën e Isra'ut dhe Mirajit. Namazi ka 12 kushte, 6 brendshme, 6 janë: marrja e abdesit, të jetë trupi i pastër, rroba dhe vendi ku do të falemi, 6 të jetë të mbulojmë trupin, të falemi namazin e kohën e caktuar, të bëjmë niyetën të kthehemi ka kibla. 6 brenda janë: tekbiri fillestar, qëndrimi në këmbë, këndimi i Kuranit, përkulja në rukë, nia në sejdë, qëndrimi ulur në fund të namazit. 5 kohë do të falim namaz janë: sabahu, dreka i këndia, akşami dhe yatsja. Sabahu i ka 4 rekat, 2 sunet farz. Dreka i ka 10 rekat, 4 sunet, 4 farz, 2 sunet të fundit. Ikindia i ka 8 rekat, 4 sunet, 4 farz. Akşami i ka 5 rekat, 3 farz, 2 sunet. Yatsi i ka 13 rekat, 4 sunet, 4 farz, 2 sunet të fundit. Dhe salat e vitre. Taravia i ka 20 rekat, 4 sunet. Gjuma i ka 16 rekat, 4 sunet të gjumaz, 2 farz gjumaz, 4 sunet të drekës, 4 farz drekës dhe 2 sunet të fundit të drekës. Bajrami i ka 2 rekat, ato janë vajxhib. Gjenazja i ka 4 tekbir, ato janë farz. Armend Alia, çka është agjerimi dhe zekati? Shtylla drejt kryesore në Islam është agjerimi i muajit Ramazanit. Ramazani është bërë farzën e vitin e dytë të hijretit. Ramazani mund të ketojë ose 29 ose 30 ditë. Njëti kanë vendosur për të agjeruar për hir të Allahut të lartësuar. Kush obligohet me agjerim? Të rriturit të shëndoshur fizikisht dhe mentalisht. Kush nuk obligohet me agjerim? Të zëmurit, të burgosurit, udhëtarët dhe punët e grave. Njëti i iftarit: o Allah, për ty agjerova dhe ty të besoj dhe ty të mbështet me furnizimin tënd, iftarin e bëj. Shtylla e katërt kryesore në Islam është zekati. Zekati është bërë farzën e vitin e dytë të hijretit. Kujt mund të jepet zekati? Të varfërve, të ngratëve, punojësve, atyre që kanë përfituar zemrën për lirimin nga robëria, të mbytura në borxhin në rrugën e Allahut, dhe
ai që ka mbetur në rrugë. Në dobi të zekatit janë, arje kënaqësia dhe mëshira e Allahut, pastrohet zemra deri në kooperacia dhe cilëson me bujari, ndihmon të bashkëpunojnë dhe të nevojshme. Muhamet Eredini, çka është haxhi dhe ditët e netit të dalluara? Shtilla e pesë kryesore e Islamit është kryerja e haxhit. Haxhi është bërë farz në vitin e 9 të Hijretit. Obligimet e haxhit janë veshja e ihramit, qëndrimi në Arafat, tavafi zjarrit. Ditët apo netet e dalluara fetare janë periudhat e caktuara kohore. Ditët e dalluara janë dita e Xumat, dita e dy bayrameve, fitr bayrami dhe Kurban bayrami, dita e Arafatit dhe dita e Mevludit. Netet e dalluara janë nata e Gajbit, nata e Isra dhe Miraxhit, nata e Beratit, nata e Kadrit dhe nata e Vitit të Islam. Muajt e dalluar janë muaji Shaban, Rexhep dhe Ramazan. Mevludi është dalindja e Muhamedit alayhis salam. Muhamedi alayhis salam ka lindur në vitin 571 12 Rabi Awal. Kurti Xhemili, poezi. Ka do që të shkosh, jepi selam Allahut thuaj për mbi ti, qof paqja Allahut në këtë minit, dashuria shtohet, kështu vëllau me vëllau në Islam bashkohen, nëse jep selam ke edhe shpërblim, i ke edhe të sevape, ajo s'ka dyshim. Esselamu alejkum, nga zemra ju themi, ktheuni edhe ju bashkë shpërblim të ke. Esra Muareni, Ilahin. Ini të gjithë sa jemi së bashku të këndojmë, na erdhi ditë e hatë mos me gzim, po e festojmë. Ini të gjithë sa jemi së bashku të këndojmë, na erdhi ditë e hatë mos me gzim, po e festojmë. Allah ja dhe l'gjelalu ja men tu kebber, halek të alemin Allahu ekber. Allah ja dhe l'gjelalu ja men tu kebber, halek të alemin Allahu ekber. Thërasim në ezanit tu bëhem musliman, gëzon bota Islam e këndojmë edhe Kur'an. Thërasim në ezanit tu bëhem musliman, gëzon bota Islam e këndojmë edhe Kur'an. Me gzim të gjithë e pritën edhe këtë hatën ton, më bukur vitin tjetër urojmë, gëzim të madh. Me gzim të gjithë e pritën edhe këtë hatën ton, më bukur vitin tjetër urojmë, gëzim të madh. Shpërblim për diturin xhenetin na dhuron, të lutem Zotin dashur të gjithëve na beko. Shpërblim për diturin xhenetin na dhuron, të lutem Zotin dashur të gjithëve na beko. Kurti Xhemili, Sure Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahu fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Esar Demiri, Sure Quraysh. Bismillahirrahmanirrahim. Lilafi Quraysh, ilafihim rillata ash-shita'i was-sayf, falyabudu rabba al-bayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Muhamet Eredini, Sure Maun. Bismillahirrahmanirrahim. أريت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Besnik Ramani, Sure Kauthar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar.
Muhammed Ali, Sure Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din. Zulej Ismaili, Sure Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الدين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Sure Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu ma kasab tasnarana ba'da lahab mamra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad. Sme Ibrahim, Sure Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sure Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasidin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Isra Jalili, Sure Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Ermina Rajebi, Sure Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amanu salihati wattawasaw bil hakim wattawasaw bis sabr. Jailan Muarimi, Subhanaka Daitayatu. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Arifa Aridini, Salawat dhe duaj Rabbana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Anifa Aridini, Sure Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Isra Muarimi, Alif Lam Mim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sibaqatallahi wa man ahsanu minallahi sibaqatan wa nahnu lahu abidun.
قل أتهاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة ما أرسلته رحمة للعالمين. Falënderimet I takojnë Allahut të shpirot. Atë e falenderoj prej tij falje, ndihmë, udhëzim, shpëtim dhe mëshirë kërkojmë. Falenderojmë Allahun të Gjallëruar që na bëri musliman dhe na bëri të mund të jemi pjesë e umetit më të nderuar, umetit Muhammed Mustafa alayhis salam. Të gjithë së bashku nga ky vend dhe Profeti Muhammedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në Kiamet. O Zoti I plotfuqishëm, në këtë ditë gëzimi për xhamatin, për prindërit, për mualimin dhe për nxënësit e kësaj xhamie, I lutemi madhërisë tënde Ti shpërblesh të gjithë ata që kontribuan, ata që ndihmuan dhe ata që mësuan. O Zot, të lutemi mualimin I cili dha kontributin e tij deri në maksimum. O Zot, plotësoje çdo dëshirë të hajrit dhe shpërblyeje në këtë botë dhe në botën tjetër. O Zot, të lutemi këta fëmijë që sot po e përfundojnë dhe kurrizojnë mësimin e leximit të Kuranit dhe njohurit për çështjet elementare të besimit islam, o Zot, të lutemi shpërblej, ruaj nga syri I keq, bëri të dobishëm, bëri të vyeshëm për prindërit, për familjet e tyre dhe për rrethin ku jetojnë. O Zot I plotfuqishëm, I lutemi me drejt madhërisë tënde që këta fëmijë, atë që e mësuan edhe të e praktikojnë në këtë jetë, ndërsa dobit t'i shohin edhe në këtë botë, po edhe në botën tjetër. O Zot mëshirues, të lutemi pranoj veprat tona me mëshirën tënde ja Rab. O Zot mëshirues, fali gabimet tona që ne I dim dhe nuk I dim. O Zot të lutemi, na bën prej atyre që pastrohen e pendohen. O Zot të lutemi, na bën prej atyre që gjithmonë kërkojnë të vërtetën, punojnë me të vërtetën dhe vdesin duke e thënë shahadetin ja Rab. O Zot mëshirues, na jep të mira në këtë botë, fali prindërit tanë, fali gjithë ata që shkuan para nesh në ahiret, e në ditën e llogarisë të lutemi o I madhrueshëm, na gjiko me mëshirën tënde e jo me drejtsinë tënde. Regjistrin e veprave tona na jep nga e djathta, jep nga e majta. O Zot të lutemi na I mëso takimin me Muhammedin alayhis salam, të pim ujin nga dora e Muhammedit alayhis salam. O Zot na mëso që sa më shpejt të e kalojmë urën e siratit, mos na takon me xhehenemin, na e bën të mush me xhennetul firdausin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, falënderimet gjithmonë çdo herë na bëjmë vetëm Allahut, përshëndetjet, selamet, ja dërgojmë ulës pejgamberisë më të dashur të Allahut, mësuesit të njerëzimit, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pashtu përshëndetje dhe selam në qofshin me familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe të gjithë ata që e pasuan e pasën rrugën e tij në ditën e gjykimit inshallah. Nderuar prefti mufti së shkupit doktor Çemal Efendi Ismaili, nderuar magjistër Hoxh Nezmi Efendi Ferrati, nderuar Hoxh Ali, nderuar Hoxh Rasim, nderuar dhe shumë respektuar vëlla Edmir, nderuar ju xhamali Haxhiler, prindër të këtyre fëmijëve që sot kanë kryer hatmen, milionit të gjithëve që përshëndes në përshëndetjen islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit Allahu xhaleshanu qofshin të gjithë juve inshallah.
Me që kemi ardhur sot në ceremoninë e duas hatmës të gjeneratës soti, duke lutë Allahun Azza wa Jall që Allah inshallah këta nxënës, Allahu t'i ruan ya Rabbel Alamin, Allahu na bëj për atyre që jetojnë me Kur'an, Allahu na bëj për atyre që fundin e kemi me Kur'an dhe Allahu ashtu siç tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, më i miri për ju që mëson Kur'anin për vete dhe mëson të tjerëve, Allahu na bëj për atyre ya Rabbel Alamin dhe Allahu na bëj që me Kur'anin të ngritemi në ditën e gjykimit. Por më shumë ftoj muftinë e nderuar për një fjalë rasti dhe pastaj të bëj shpërndarjen e diplomave dhe të falim pastaj në kohën e qendis, të falim me qendin së bashku. Udhëro shumë në nderuar mufti. Allah shpëlbet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Falënderimi takojnë vetëm Allahut të Xhelal, atij që na mundsoi edhe sot që jemi bashkë këtë shtëpi të Zotit me këtë rast të mirë, me këtë rast të këndshëm, dhe sado që të themi Allahut elhamdulillah, ta falënderojmë Allahun është e pak për këtë mirësi që na e ka dhënë. Gjithë së bashku selamet të dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Me lutje që Allahu Xhelal të na mundson, kemi bashkë me të botën e pafundme ya Rabbel Alamin. Shumë të respektuar kolegë hoxhallar, në kurrë me Nikoqirin, që u bë sebeb që ne sot jemi këtë shtëpi të Zotit, Hoxha Lokman Efendi Abdullah, të respektuar ju prind, shumë të dashur nxënës e nxënëse, i respektuar i xhamat. Edhe ju përshëndes gjithëve me përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pra paqja, mëshira, begati, të mirat të Allah qofshin mbi gjithë ju inshallah. E fillova në fillim me falënderim Allahu Xhelal për mirësinë që na e ka bërë me qëndru shtëpi të Zotit. Sepse brenda shtëpi të Zotit qëndrojnë melekët. Brenda shtëpi të Zotit qëndrojnë njerëzit e mirë. Dhe të shpitar për qëndrimin tonë në këtë vend që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përkufizoi qëndrim në një kopsht xheneti, të shpitari kemi melekët dhe shpërblimin e presim nga ana Allahu Xhelal. Po thjesht ne nuk jemi tubuar në këtë vend vetëm për të falë namazin. Jemi tubuar në këtë vend për të dëgjuar performancën e atyre të cilët u angazhuan, u lodhën që në mejdan, në pah të nxjerrin dashurinë që e kanë kundrejt Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra për të mësuar fjalën e Allahut Xhelal. Vëllezër, fëmijët tonë për çdo ditë mësojnë diçka. Mësojnë duke marrë telefonat në dorë, mësojnë duke shiqur televizor, mësojnë duke hyrë në rrjetet sociale, mësojnë duke dëgjuar YouTube-in, mësojnë gjithçka. Ama nuk ka mësim më të dobishëm se ta mësojsh fjalën e haput, ta mësojsh fjalën e vërtetë dhe të bëhesh pjesë e zinxhirit që nismën e ka te Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk po bëjmë na diçka tjetër përveç se jemi kapur fort për litarin e Allahut dhe po vazhdojmë të qëndrojmë në atë zinxhir që e ka filluar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam që në Mekë. Që në Mekë. A që kur nuk guxonte të mësonte haptas i fjalën e Allahut. Ai vendosi që ta bëj atë fshehurazi në shtëpinë e Darul Elkamit, ku mbledheshin mes vete dhe mësonin nga fjalët e Allahut që i shpallnin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që mos i dëgjoj askush, sepse s'kishin drejtë që t'i dëgjoj dikush tjetër. E pikërisht në atë formë dhe në atë kohë që e filloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe më pastaj u detyrua të shpërngulet nga mendinja vetëm se thoshte hapun vërtetë dhe mësonte atë. Në Medinë e formoi mektebin. Mektebin ku do të mësoheshte fjala e Allahut. Dhe aty që i formoi ato halkat e para, ato uljet në xhamit, shkollat e asaj kohe, sepse xhami ishte shkolla e parë. Halka uleshin përreth, kryet rrethit që ndronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë e vazhduan pastaj Hazreti Omeri, e vazhduan gjenerat ma gjenerate, e vazhduan pleq tonë hoxhallar, që si rezultat
rezultat atyre pleqve, ju pleq që jeni në xhami, e dini kul huwallahun, e dini surën pra Ikhlas, e dini në atajna, e dini të bani namazin, e dini të mërë një abdesin, e dini të mërë një gustin, e dini të frigojnë Allah, e dini të bini sejtë Allah. Si rezultati mësime që ati vazhë Allah me pleq që sot nuk janë gjallë. Pa parasin cilin shatë në punu. Ne bëjmë doa që Allah që lorë gjenetit të apë nësit. Dhe tash vërdimësia e këti zinxhiri pa shkëputje, krasë mësive që ka pasur një shkëputje në përmet një shpet në mërtubime që ta din generatat e reja, se nuk e din sa rond ka qenë nuk bartë fjallë Allah dhe në kohën e sotit, nuk e din. Dhe sot elhamdulillah, falë hoxhës Lokman, ne po vazhdojmë që këtë zinxhir mos ta lëmë shkëputet, dhe t'jemi pjesë ati zinxhirin që e garantoj vetë Allahu Xhelal duke thënë Kur'an, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, ne e zbritëm Kur'anin, ne kena me rujt atë, si të jeni me dorë Zot ju dilni, si mos doni mos i dilni. O dhe si doni me dorë Zot dilni, si mos doni mos i dilni, se ka kusheruan atë. Ka me rujt Allahu Xhelal, sepse ai ka dhënë garancën në Kur'an. Para te edhe e caktoi shpërblimin shumë të madh tek ata të cilët përkujdesen që mos shkputet ky zinxhir, duke etiketuar, duke ngritur, duke lavdruar, siç e përmendi hoxha pak më herët fjalën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khairukum ma i miri prej juve. Khairukum ma i miri, më i hajrit, më i dobishmi. Kush është më i hajrit? Kush është më i hajrit? Është ai i cili e ka mësuar fjalën e Allahut, edhe atë se ka bërë për vete, ja ka mësuar. Këtë rast më i hajrit është malimi, duke filluar prej tij. Më i hajrit është prindi, i cili ka mësuar te hoxha plak, por nuk e ka lënë anësh, ka vazhduar ta përcjellet te vladi vet. Më i hajrit është tjerë vlad që sot e banë bajrakun, e banë flamurin, e të mësuarit të fjallës Allahu Xhelal dhe e merë epitetin e ati sahabijut ka që të bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ato kohë. Vallahi vëllezër, na duken punë shumë të vogla, po këto janë punë të mëdha. Donjëherë na jetojmë në kohra kur japim rëndësi, po them donjëherë japim rëndësi letrës, japim rëndësi diplomës, japim rëndësi certifikatës dhe krenohen me fëmijën tonë që e ka marrë një diplomë me një certifikat. Jo. Mos u kreno me letrën. Letra nuk ka pesh, letra nuk ka vlerë. Krenohu me atë që fëmija jote ka mësu. Krenohu me atë që fëmija jote ka mbjellë. Krenohu me atë që fëmija jote praktikon, me atë krenohu. Letra sa dushka. Letra sa dushka. Qoftë në shkollë fillore, qoftë mesme, qoftë fakultet, qoftë në mektebe, krenohuni dhe buruni me fëmijët tuaj nëse kanë arrit me mësu të vërtetën hakun dhe fjalën e Allahut Xhelal. E ata që nuk kanë arrit, ata presin ta mësojnë. Sepse me fenë Allah nuk tallemi, nuk lujmë. Me dinën e Allahut nuk lujmë. Me Kur'anin dhe Mushan nuk lujmë. Sepse atë kemi emanet ta mësojmë dhe ta ruajmë mesin tonë dhe ta përcjellim pastaj të gjeneratat e reja inshallah. Unë shpreh me lojët e mia edhe një herë, duke filluar prej te muallimi për të vazhduar tek prindërit që kanë ditë mi motivu fëmijët, që ndonjëherë janë mërzitur, ndonjëherë janë nervozu, ndonjëherë si ne kanë qellu, ndonjëherë si ne kanë arrit, po kanë ditë mi motivu e vladin e vet. Vajza e tepër më ju thon, mos shpejto, mësoje mirë, a fjalë e Zotit nuk ka vjersh në shkollë që janë thonë. Ja. Dova nuk ka vjersh në shkollës. Pjesa e Kur'anit nuk ka vjersh në shkollës. E thash ka vim nuk e i duke mësu fjalën e Allahut dhe jo të një autorit të thjeshtë. Ka ditë me motivu, me mësu, që ta kupton seriozitetin e kësaj. E në veçantë jemi të vuar sot për bërë dua për të fëmijë. Dhe që së bashku themi, o Zot, ruaj nga syri i keq. Ruaj nga
e dunjas. Ruaj nga shenjat e njerëzve dhe xhinëve. Bëni të hajrit, bëni të dobishëm, bëni pishtar të fjalës së vërtetë në gjeneratat e reja, ja Rabbel Alamin. Gjithë ata që kanë kontribuar çfarë do forme qoftë, me fjalë apo me diçka tjetër, lutë Allahu xhelal ta kompenzoj me të mirat e tij pa kufishme, ja Rabbel Alamin. Allahu na takoft në rastin e gëzimit të këtilla, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah e nderoft që na fjalë uftin e nderuar dhe shumë të dashur për neve për të fjalë. Mirë po thot pejgamberi alayhis salam, nuk e keni falendëruar Allahun, por derisa nuk e falenderoni njerëzit. Në këtë rast falenderojmë muftin e nderuar bashkë me operativën e tij që prej kohën që ka hiqë në muftin e Shkupit është munduar dhe angazhuar maksimalisht që neve sot në mektebet tone e në xhamin tonë neve kemi materiale muslimore si Bihali, si Kurani, si Tezvidi që neve në është lehtësuar shumë si hoxhallar përpara e munduar shumë hoxhallar që bëjnë plane muslimore, mirë po neve i kemi të gatshme. Allah ju ndihmoft edhe këtyre, Allah ju shpërblet të gjithë këto për angazhimin, edhe faleminderit shumë prindërve që ata janë munduar gjithmonë që sot neve të krenohemi me këta bilbila. Tani fillojmë shpërndarjen e diplomave. Gjela Muharremi. Sumeja Ibrahimi. Esra Muharremi. Zuleja Ismaili. Besnik Ramone. Ensar Demiri. Kurtish Demiri. Arife Hayreddini. Mihane Sofi. Isra Gjelili. Bashkë të kohë. Bashkë të kohë. Muhammed Al-Zili. Sara Ametovska. Elmina Rejevi. Armand Aliya. Anife Hayreddini. Si dhe mirënjohje në shenjë respekti në kontributin e dhënë mualimit të xhamisë, Lokman Efendi Abdullah. Hoxhallarët që të xhamali të bëni fotot përbashkët, pastaj inshallah të falim namazin e këndis. كتب عليكم الصيام
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر